Vjojnë mungesat e medikamenteve në spitalin onkologjik. Njëri prej medikamenteve i cili mungon është acidi folinik. Pacientët nuk e gjejnë në spital, është një medikament të cilin shteti jonë, Ministria e Shëndetësisë, Drejtoria e QSO-s do duhet ta sigurojë për pacientët të cilët vuajnë nga kanceri dhe e përdorin, por nuk e gjejnë dot. Atë mund ta gjejnë vetëm në tregun e zi dhe është e çuditshme se si sa nis mungesa në spitalet publike të një medikamenti që nuk gjendet në farmacitë e hapura, ai gjendet në tregun e zi dhe paguajnë nga 300-400.000 lekë për ta siguruar. Medikamenti tjetër i cili mungon është Avastina, përdoret në gati 5-6 lloje kanceri. Pacientët kanë marrë një telefonat nga mjekët, u është komunikuar se duhet të presin sepse medikamenti nuk ndodhet në spital, nuk ka farmacia qendrore e spitalit. Pra, a është urgjente për këta pacient trajtimi i smundjes tyre, apo është urgjente koncerti? Pra, cili është prioritare, jeta e njeriut për të luftuar një smundje të mallkuar, apo është prioritare koncerti, duartrokitjet, ngjyrat, një eveniment që zgjat për disa orë dhe teksa betejë e këtyre personave zgjat për vite të tëra. Medikamentet të tjera që mungojnë, nilotinibi, medikamenti tjetër i cili është hequr nga lista e rimbursimit dhe është zëvendësuar me një medikament tjetër, por ky medikamenti nuk gjendet në Shqipëri. Dhe pacientët do duhet të presin, por nuk pret dot smundja e tyre. Dhe u ka mbetur vetëm një zgjidhje për ta blerë në shifra 500, 600, 700.000 lekë, sepse tashmë mund ta blejnë, sepse shteti nuk e rimburson më. Lomustina është medikamenti tjetër që mungon tek neurokirurgjia për pacientët të cilët vuajnë nga tumori i kokës. Pra, këto janë medikamente të cilët luftojnë smundjen e mallkuar, nuk janë medikamente që nëse i ke ca vitamina që edhe po nuk i morë s'ka problem se do i blesh apo do i zëvendësosh më vonë, që edhe vitamina po nuk u morë sipas protokollit që jep mjeku, nuk ka asnjë efekt. Cila është emergjente? Është jeta e pacientëve shqiptar apo është spektakli? Për çfarë Shqipëria nuk do duhet bëhet me turp? Nuk do duhet bëhet me turp se anullon një koncert, apo nuk do duhet bëhet me turp se lë pacientët të cilët vuajnë nga kanceri pa ilaçe? Përgjigjen jepeni ju.